Bibliotekës publike Dhimi Mitko të Korçës së shpejti do i shtohen edhe 2 shërbime të tjera në fushën e teknologjisë, duke ofruar edhe më shumë mundësi për lexuesit, por edhe të rinjtë e tjerë të qytetit për ta përdorur këtë bibliotekë moderne. Bashkia e Korçës është duke punuar për krijimin e një podcasti, i cili do të vihet në dispozicion të qytetarëve, por kryesisht të rinjve për të diskutuar tematika të ndryshme. Në bibliotekë do të kemi dy risi, do të kemi krijimin e një ambienti për podcast, i cili do të realizohet nga Bashkia Korçë. Një tjetër sfidë për Bibliotekën Publike të Qytetit të Korçës është edhe krijimi një aplikacioni për të gjithë informacionin që ndodhet në bibliotekë, duke zhvilluar kështu edhe më shumë webin e këtij institucioni. Është një sfidë për bibliotekën. Ne pretendojmë të zhvillojmë webin e bibliotekës dhe të krijojmë një aplikacion për të gjithë informacionin që ndodhet në bibliotekë, për librat, për eventet, për njoftime të ndryshme. Pra, çdo gjë që ndodhet në web të krijohet përmes një aplikacioni në mënyrë që lexuesit ta kenë më të thjeshtë ta përdorin dhe ta kenë më të lehtë aksesin në bibliotekë. Puna për këto shërbime të reja ka nisur dhe pritet që së shpejti ato të vihen në funksion të lexuesve dhe të rinjve të qytetit të Korçës e më gjerë.